we are going to divide the manure and the urine by source when the cow is urinating and making manure. Because we divide it immediately, we think and we hope the ammoniac is decreasing a lot. Për shkak se na në firmën tonë kemi mendu që me nda plehun prej urinës, në këtë formë zvoglohet sasia e amoniakut që lirohet në ambient. E si do të arrihet kjo? Në çfarë mënyrë, çfarë formë, çfarë faktorë ndikojnë në këtë drejtim? In what way are you going to do this separation? So the urine is going into the floor. It's when the cow is urinating, it's immediately gone, and the manure stays on top. And every 2 hours, some robots will pick up the manure and take it out of the shed, so no cow can urinate again on top of the manure. Ta kanë me bon në atë mënyrë që urina shka në nën dysheme, më thonë nuk mbetet në sipërfaqe, ndërsa sa i përket plehut, janë 2 robot që çdo 2 orë kanë me mbledh ata, do më thonë në formë automatike mbledhet plehut. Krahasuar me ferma tjera të përparshme, kjo mënyrë e të investuarit apo të ngritjes së fermës a ka rendu buxhetin? In difference from the other farms, does this farm cost more than the others? Yes, it's difficult to say because, of course, in traditional farms, every cow have cubicles and boxes, and you can you can fit a lot of cows in a couple of areas. And because we over here the cows can eat and lay and walk wherever they want, so we have 3 times as much as flooring for each cow. So in that way also there are more square meters needed for the building. And yeah, roof is expensive, concrete is expensive. So in that way there are no extra manure pits, so deep pits needed. But of course extra room is also expensive. Po në fermat e zakonshme, secila lopë e ka vendin e vet, viçat e kanë kutit e veta, ndërsa në këtë rastin tonë nevojitet për shkak se lopt kanë me hangër edhe kanë me pi kudo që dojnë edhe kanë me lëviz në mënyrë të lirë, na duhet më shumë për shkak se ky ka vetë 70 lopë edhe gjithë kjo hapësinë duhet, domethënë nevojitet hapësinë më shumë për me arrit qëllimin që ato me kanë të lira, me hangër kur dojnë, me hangër ç'a dojnë, domethënë me pas atë lirinë e vetë çush e ka planifikuar.